Qore, patriotizmi ka herë është se streja, që se kanë dhënë streja, mas ka një është patriotizmi, po jo, unë nuk pajtona në politik, po, në politik, po, po, në politik, se në çështje lufte, është e Po që që në të vajza që erdhën atje, këtë se kam kuptuar, do dhe, asnjëherë. Po tash, po në mendo, vjen Xhevel Ladrovci bashkë me burrin, shkon lufton në Kroaci me femiun, edhe vjen e vdes bashkë me burrin, vdes, masi të vritet femia nuk e lëshon frontin edhe vritet aty. E mos flasim për tjerët, unë kam pas rast që i kam njoft shumë në luftë, e sidomos sektorin e shëndetësisë, Time Kadria, Ileriana Hasaj, kanë bajt ushtar të plagosur pak e me padur. Deri këtu durt me gjak. Deri aty, ha? Femra shqiptare. Ato thjesht ndihmonin duke ndihmuar nga ana shëndetësore apo edhe kanë luftuar? Jo, kanë luftuar. Kanë luftuar, ë? Kanë luftuar. Po çishin këto vajza? Hyrie Veleu. Po, më thuaj disa emra. Hyrie Veleu, do të thotë Njomza Shala e Brigadës Gjakovës brenda qytetit, Valbona Tafilaj, që do të thotë që i kam taku në front. Në front. Si unë si ajo Ti ke pasur afër? Po, ku kam thënë i takoj në front, do të kam qenë në front line me to. Majlinda Dautaj më zgabofsha, Deçanit, Fatime Dobroshi, me 10 që i kam taku në vit partë frontit e saj, sa si kam taku. Tani, një gjë më shpjego, si e vlerëson ti atë që bëri populli shqiptar, populli i Shqipërisë, se edhe ju shqiptar jeni të Kosovës, për ata që i pritën, sepse në 1998 kur ndodhi gjithë ajo zoti Uskaj, Shqipëria ishte shumë e varfër. Ti nuk e merr me mend, por nuk e merr me mend se ti edhe mund të kesh parë vetë. Kur unë shikoja, edhe si gazetar, po edhe si qytetar, s'kishte nevojë të shikoje kështu si gazetar, vargje të popullit me legend, me enë, me kazan, me usi, me govata, edhe do t'i çoni te kampi i kosovarëve, që tani është edhe rruga e kosovarëve, nuk e ke idenë se çfarë emocioni kishte. Jo, ne do ta them vetëm një përshtypje kështu se unë kam qenë në Kuks në atë kohë, sepse kam qenë me ekipin amerikan. Edhe na kemi dalë shpesh, se na kemi marrë koordinata edhe prej refugjatëve, të ardhurve, gabova se janë refugjat. Se shembull i ardhi, kemi pa të ardhin, ka kalut në për qëtë fshat, qa pat aty, kemi marrë dhe, do të kam pas kontaktet përditshme. Du më të ebë vetëm një argument. Marrëm Dida, ka qenë një shofer i shikut në Kuks. Ka pas banes, një dhomë i kuzhinë. Po? I ka strehu 17 antarë. Aty dhe dhomë kuzhinë? Këta e kanë përjetume. Ua, ku futën dhe dhomë kuzhinë? Ashtu kanë qëndru të shkrejtë, aty i ka strehu. Do të thëmë edhe një argument tjetër. Ma thuani ju, a ka ndodhë një incident. Kjo është e vërtet. Në Kuks, ku ka rrit me thonë Bill Clinton, në prill 1999, ku thot, Kukesh, it's more recognized than Washington DC. Kuks jo bo maj njohër se Washington DC. Ke dal me ble buk, zoti Qafoku, s'ke gjetë buk. A di se të kanë bo shqiptarët, kur thom shqiptarët, thom shqiptarët e Shqipërisë. Po, që kanë bërë? E ka thirr nonën, o shku të në fshati ka thonë, gatuj, se s'ka mo buk atje. Të kanë pru buk, të kanë pru tomel, të kanë pru prej shtëpia vetën për fshatrat, i kanë pru mjoj për refugjatët. Janë mirë njohës shqiptarët e Kosovës? Besoj që janë. Janë? Besoj që janë. Di pse bëra këtë pyetje? S'është pyetje bukur. Po, të lutem. Sepse kur marrin fjalën ata liderët e shtetit Kosovës, duhet ta thonë po aq herë sa marrin mikrofonin përmendin fjalën Shqipëri dhe të përmendin popullin shqiptar për atë gjë. Sepse nuk duhet ta ndaj fare Shqipëria, shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës. Ne ishim një. Ti nuk e vëre, mua ajo më pëlqente dhe emociononte, që ishim bashkë dhe e ndanin bukën si me komshin. Po unë konsideroj që liderët shqiptar, dhe the shumë bukur, shqiptar të Kosovës e thonë, se çdo herë thonë, mikpritja e vëllezërve shqiptar, po liderët që janë në Kosovë, që mund të mos jenë shqiptar,
Ata dhe nuk e thonë. Në kuadër të Kost Thaqit, kur ka qenë kryeministër e president, ka ekzistu, ju e dini shumë mirë, është dita e përkujtimit të marshit për Koks, dita e përkujtimit për refugjatët. Tani nuk funksionon këto? Ja. Qa thua? Lutem. Fare, e? Absolut. Ua. Tani një pyetje kam që mos më shpëtoj se jemi në fund. Po, të lutem. Cili ishte roli i Fatos Klosit, shefi i shërbimit sekret shqiptar? Okej. Fatos Klosi, unë kam informacione, kom disa informacione, sepse jam direkt në Shiku, në objektin e Shikut kemi vepruna. Me lidhjet e UÇK-s, përmes këta perit them, se e ka thonë edhe Xhavit Haliti, deri tani s'është më sekret, sepse disa kontakte me Amerikanë me kësi mbesin edhe një kalon një koha përsi. Fatos Klosu ka qenë qelsi i bashkëpunimit me ambasadën amerikane. E tash do ta jap unë një argument që nuk o thonë deri kur, përpara atë argument e kam unë, është lajm. Frekuenca e radios. Ku më fokusu? Frekuenca e radiolidhjes të ekipit CIA-s, tash pe thonë publikisht. Në Kuks, për mes Fatos Klosit, Xhavit Halitit dhe Mari Zelinës ka qenë 13. 13? Po. Se ka ndodhë kam përkthy vetë me atë... E nëzore sekret? E nëzore se së është sekret, se o dalë publik që kanë bashkëpunu. Kjo është vlera e bashkëpunimit Klosit, e Xhavit Halitit, më knaqem kjo është... Do të thotë para se ishe ambasadori ishe Mariza Lino. Po, Mariza, do të thotë, hala se ka thonë askush, se unë kam qenë aty. Bravo. Edhe qaj ka qenë Klosi, që do e thom edhe një sekret, unë jam shtetës Amerikan, kështu që nuk e kam problem. Nuk e ka problem, këtë më zdarë. Jo, jam shtetës Amerikan dhe më lejot, e thom në cilësin e... Po mirë, shtetës Amerikanit, po shtetës i Kosovës, ke? Unë qytetari i Kosovës. Në shtetësi, s'ke? Po, kam në shtetësi. Po në shtetësin e Shqipërisë? Se kam. Se ke, e? Po mere më burë. Publikisht e thom, sot e dorëzoj pasaportin Amerikan, qa thua? Publikisht e thom, në shtetësin shqiptare? Në shtetësin shqiptare. Kam andër tjetës, po nuk mu ka realizu. Asjerë. Si se ebim. Zoti president, unë bëj një thirrje modeste. Unë kaq sa kam, Astrid Tuskajt, pasaportën shqiptare, se sa kontribut ka ky për kombin shqiptar, duhet të rrim gjithë kështu. Një argument për Klosi. Po, çfarë do thosh? Kur ka përfundu lufta në Kosovë, me 4 korrik, jo gjithë e dinë si në 2 muaj qershor ka përfundu në 99, 4 korrik që festo dita e pavarësisë të Amerikës, 4 of July, kemi qenë në ambasadën amerikane në koktel, në dark. Edhe pse jemi marrë për Kosovën, ne kanë marrë me helikoptera me asi. Klosi me Joshua Lee, se tash për qesë edhe i sekret, edhe një lajmë se janë e 2-3 lajmë ekskluzive në emision t'ju, ka qenë, nuk është lajmë, pik. Joshua Lee ka qenë shefi CIA-s për Ballkan. Dhe ishte aty? Lere që ishte aty. Ka qenë për Bulgari, Romani, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Çavdin. Joshua Lee e ka ditë gjuhën shqipe, sikur unë e ti që flasin. Çfarë thua? E unë e kam qenë me to... Sheficias për Ballkan. Për Ballkan. Po përmenda dhe emër, të thotë ku... Nga ishe, mos kishe në Jurgjin nga neure? Jo, se ka qenë një farlesh kuqi edhe i prem këndeje... Ku e kështë mësuar në Ungari, atje? Sigurisht. Dhe duke qenë në Shqipëri. Do të thotë, Klosi ka pas kontaktet e përditshme me to. Do dhe në kamerita Klosi. Disa mirë më vjenë, sepse e di këtë gjë, edhe ja çmoj, unë si gazetar më e mëndë shumë... Mu që kam vje keq të Klosi, është tepër modest. E ka i herë mi jam shel gojen Astritit, për marrë shembull veten. Që të më mshel gojen mua, duhet modestia ka herë është... S'po du më tonë ignorancë. Është defekt? A e ke parasysh? Është defekt? Është defekt. E Klosi çdo herë thot në atë modestinë, ja, s'kemi bërgje. Pse Klosi nuk e thot që ka pas kontakte? Këto ja dëshmojnë në prezencë të Klosit këtu, që kam qenë me Joshua Lee ka qenë Astrid, bravo. E këto e thome në prezencën e Klosit ku ma ka bo Joshua Lee, ma jep biberin e zi, edhe jo me to e këshyrë kështu, do të ndarkën e pavarësisë të Amerikës, edhe i kom tonë, do you speak Albanian? Ka thonë e qysh po flasë.
ka qenë linja e Klosit me... Po, Klosi me atë shqipëricia... Anglisht? Anglisht, po. Anglisht, ka. Sigurisht, tash, ku ka ndaj në konë më sheft, unë nuk mund të garantoj, po publikisht kanë folë anglisht. Astrid, më ke kënaqur me këtë intervistë, kam shijuar, ti ke treguar jo thjesht ato që dhe ato lajme, sepse ato janë... Nxerrë intervista. Jo, ato janë, do dhëna e pjesa që e shija mbi tort, por më vjen shumë mirë që në dy element të rëndësishëm të kësaj interviste. E para, historia e UÇK-s, që është, unë e them, është epopeja me lavdishme e kombit shqiptar, dhe ajo që drejtuesit të UÇK-s kemi një pritshmëri që diçka mund të ndodhë në Hag. Por unë të respektoj shumë për gjithçka çfarë the këtu, nderim për punën që ti ke bërë, por edhe për gjithë bashkëpunëtorët e tu në luftë atje në luftë në front në rezistencën në 98 dhe 99, nderim për gjithë atyre që u vranë dhe respekt dhe nderim për gjithë ju që jeni futur në historinë e kombit shqiptar si njerëz që keni luftuar me armë në dorë. Të falenderoj dhe të jam i njohës për këtë intervistë me të vërtetë shumë interesante. Faleminderit për mundësinë që ma jep zoti Roland, po edhe unë du me thonë një fjalë për fund, ta kam thënë mbrëmje, du me ta thonë publikisht. Kur njët nuk i thëmë kuj faleminderit që bën diçka për kombin, se s'ke bo për mu, ke bo për Kosovën, po kam dëshirë që tjerë të ndjekin modelin tënd, kolegë tu që të thu Kosova jonë, Kosova, për çdo proces politik, të harrojmë luftën, e thu, ke biseduar, disartë kam pa ku thu, zgjedhjet në Kosovën tonë, atje të i bojmë zgjedhjet, të thotë, ajo në baneve, mu personalisht po thonë, më bënë mundi tepër mirë. E uroj që edhe tjerë të ndjekin shembullin. Faleminderit shumë edhe njërë. Shumë vëllëmirit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.